Ju si baba si e mësuat ngjarjen? Po si e mësua ngjarjen? Kush ju njoftoi? Nusja në telefon. Nusja e të ndjerit. Çfarë ju tha? Më ka më buri vaj 3 ditë që u buri. Po ndërkohë kur ju me djalin kur keni folur për herë të fundit? Të hënjtën. Të njëjtën e kaluar. Po. Ishte i shqetësuar? Jo, djali apo? Djali. Jo, fare. Çfarë ju tha? E mban mend telefonatën e fundit me të? E mbaj. Çfarë ju tha? E që ishte në punë i qetë, foli, qeshi, më shkete synë. Në kuptoj. Po me bashorten si kishte marrëdhëniet? Mirë ishi. Në momentin që nusja ju lajmëroi që kishte 3 ditë që kishte humbur, çfarë ju tha konkretisht? Kishte lajmëruar nusja në para 2 ditë, të tretën më njoftoi mua. Po. Nusja kishte lajmëruar konatën, i kishte thoi babit që ka nuk s'po vjen suloja. Po. Kur për momentin të nesme pastaj me foli me zë me telefon. Çfarë ju tha? Më mori tha. S'po vjen në shtëpi. Ai kishte shkuar në punë dhe nuk ishte kthyer, ishte takuar me ndonjë shok? Kishte shkuar në punë. Po. Vajti shtëpi, hangi bukë, feti gjumë. Po. Unë i tha nusë do ikit ma patente. Po. Për momentin, unë ishë me i shokën e ti. Do vite në Siva, të vite patente. Po. Ati që nëran la të shokën e ti, që ku shkoj pas e së di. Që ati unë u qindar me të shokën, e që marrë shokën telefon që të njësë pa përvatur në Kalkida, ishte fiku telefoni. Po, kishte pasur konflikte kohët e fundit me dikë ose kërcënuar nga dikush? Pare, me asnjë. Me asnjëri. Pra, gjërat që fliten në media nuk janë të vërteta. Fare edhe bata me këto media që na kanë bërë xhiriet. E kuptoj. Po to tani na bën atje më të dekur, pa mirë ai që na. E kuptoj. Po bashortja është mirë. Kishte të drejtë, po këta tani çfarë bëjnë? E kuptoj, bashortja është mirë, besoj, duke përjetuar dhimbjen e djalit apo jo? Po, patjetër, si nëna qini e juve. Po. Ndërkohë, nusja e të ndjerit ka ardhur në varrim me fëmijët. Kush? Nusja e djalit. Është në Greqi apo ka ardhur në Shqipëri? Nusja këtu kam shtëpi. E ke në shtëpi. Çfarë tregon ajo në fakt për sulën? Po, më nuk kupton asgjë, më nuk ka lënë asnjë përshtypje për këto. Po to çështje, nuk ka lënë asnjë përshtypje djalë. Domethënë djalin tënd të ndjerin nuk e ka kërcënuar askush. Nuk digje, për momentin nuk digje për. Kur është hera e fundit që ka qenë në Shqipëri? Eri për t'jemën, nuk e di çfarë gjatë ishte, po eri për t'jemën që u aperua. Para shtator. Po, dhe ishte i qetë, i qeshur. Nuk e qetë ka qenë, e kemi edhe në foto këtu, po i dalë në Tiranë, që dolëm bërëm aperim të jemën, atëra ditë doli edhe erëm të 3 bashkë. Në të 2-3 ditë, ka i ditë e jushë në vetë zatë ditë, i ku veqi pure t'ja. Sa vite kishte që jeton të në Greqi? Gati 6-7 vjetë të jetë, nuk e di një tjilë. Po, i martuar sa vite ka me zonjën? I martuar 4 vite. Ka 4 vite, dhe martesa ishte? Martesa ishte qik. Problematike? Po, hak fare. U martua me dashuri, me mblesëri? Nuk e di se qa kishin. Po. Por na doli një situatë tjetër. E kuptoj, mos ndoshta nga kjo situata tjetër mund të ketë ndodhur? Që pare kishin një konflikt me shoqëq, që ishin folu me telefona, kaq dim, nuk di më gjë tjetër. Tani që nusja është aty, ke mundur ta pyesësh për diçka? Nuk ka mundësi fare, thot nusja. E kuptoj. Nuk di gjë fare për këtë punë, vetëm që kemi folur atë ditë, ato momente, nuk kemi fare të dhëna. Çifti është njohur vetë apo me mblesëri? Kjo me mbesëri, pasandaj, kjo me burin tim, me djalin tim. Po, me djalin tënd. Po, me djalin tim, vetë u njojtë. Vetë janë njohur.
Edhe martesa në këto 4 vite nuk ka qenë në rregull, të? Kam pasur debate. Normal ka që nuk s'ka pas probleme fare. Debate kanë pasur, apo jo? Jo, s'ka pas fare me nusen. S'ka pas fare me nusen, okej. Fare ati gjë. Sa fëmijë kanë? 2 djalë vajzë. Unë djalë vajzë. Vajza vajti 3 vjeç e ta i që ka bërë. Më kuptoj. Është vajza është 3 vjeçe, djali është një 40 vjeç. Po, ndërkohë që Nuk e pas asnjë probleme. nusja e Sulës besoj është pyetur në policia greke apo jo? Po patjetër. Po si arritën ta identifikonin trupin? Nuk e di, na dëne që vajta unë si baba. Po, ti dhe në ndonjë dëshmi në Greqi, në polici? Unë thot çfarë dëshmi e ka dhënë që kam dëgjuar në muhabeti e sipër në Kalkida, se nuk e dija se çfarë kishte ndodhur. Ke mundur të flasësh me shokun e tij që ka takuar i fundit? Shoku ti më thot, e qoha që Kalkida më la sa pite kafe. Edhe po kthehem prap. Ju fik telefonin, ma s'pata kontakte. Si i foli do çja. Ti fole me këtë shokun? Kur ishe në Greqi, fole me shokun? Fola direkt, gojarisht. Po, çfarë tha ai? Ai s'kish patjetër vinte në Thiva. Edhe mori këtë për ndihmë që të vinte patjetër. E kishte telefonuar dikush rrugës? Jo, fare. Nuk e kishte telefonuar kush. Nuk ka një për telefonuar. Domethënë gjatë rrugës që ka bërë me këtë shokun, ai pa të shqetësuar, ai kishte treguar ndonjë gjë? Fare me muzikë, më tha ai me gërnete, me klarinet, ai bide klarinet, bam tha muzikë kështa telefon në makinë. E qartë. Nga familja juaj kush është personi i fundit që ka folur, nga ju që jeni në Shqipëri? Në Shqipëri apo në... Në Shqipëri, kush ka qenë personi i fundit në Shqipëri? Jema. Çfarë i kishte thënë nënës vet? I qeshur. Nuk kishte një problem. Si që normalisht për ditë. Normalisht si që ka folur gjithmonë, fliste 3 herë në ditë, 4 herë në ditë, sa kishte mundësi. E kuptoj. Edhe na puna e mirë ti jam se kishte shumë merak jema. E kuptoj. Ju si familjar çfarë dyshoni? Ti si baba? Shnapi medjet, ja si shna jep yve. S'ma ka si probleme që të dyshim. As në Shqipëri s'ka pas probleme, as në Greqi s'ka pas probleme, Nuk ma ka si s'ka ka sjell asnjë problem. E kuptoj.